Zonja e parë amerikane Melania Trump ka ndarë detaje mbi rutinën e mbrëmjes së bashkëshortit të saj, presidentit Donald Trump. Në një intervistë për The Five në Fox News, ajo shpreh se ish-presidenti nuk fle shumë, duke shtuar me humor se por sigurisht që fle. Pyetje së moderatorit Greg Gutfeld për veshjen e tij para gjumit, Melania ju shmang me batut dhe pa dhënë shumë hollësi. Gazetarja e CNN, Caitlin Collins, ka konfirmuar përvojat e saj gjatë udhëtimeve me Air Force One, duke i përshkruar si të lodhshme për shkak të mungesës së gjumit të presidentit. Sipas saj, Trump nuk flinte as gjatë fluturimeve të gjata drejt Azisë apo Europës dhe shpesh kërkonte të diskutonte me stafin edhe në orët e vona. Collins kujtoi se nëse ndonjë antar i stafit flinte, ai urdhëronte që ta zgjonin për të folur me të. Raporti i saj përbashkët me gazetarin Kevin Liptek për CNN përshkruante një rutinë intensive ku Trump kërkonte takime, plane dhe reagime edhe gjatë natës, ndërkohë që pjesa tjetër e ekuipazhit përpiqej të pushonte. Ritmi i punës dhe mungesa e gjumit janë vënë edhe gjatë presidencës së tij, kur Trump deklaronte se i mjaftonin 4 deri në 5 orë gjumë në natë. Për momentin nuk dihet nëse ky zakon ka ndryshuar, por dëshmitë e bashkëshortes dhe të gazetarëve sugjerojnë se ai vijon të ketë një rutinë të pazakontë pushimi. Rasti tregon një model të qartë të lidershipit hiperaktiv që mbështetet më shumë tek energjia personale sesa tek struktura institucionale. Donald Trump ka ndërtuar imazhin e një lideri që nuk pushon kurrë, por dëshmitë e afërta ngren pyetje për efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e këtij ritmi. Menaxhimi i një administrate kërkon jo vetëm prani, por edhe qartësi mendore dhe durim, të cilat lidhen ngushtë me cilësinë e gjumit. Për stafin dhe për aparatin shtetëror, një udhëheqës që funksionon në mungesë të pushimit mund të krijojë tension të vazhdueshëm dhe vendimarrje impulsive. Nga ana tjetër, përshkrimet e Collins tregojnë një aspekt më njerëzor të pushtetit amerikan, kulturën e lodhjes së përhershme që përfshin jo vetëm presidentin, por edhe çdo njeri që punon pranë tij. Kjo sjellje tregon një prirje për kontroll total dhe mungesë besimi në delegim. Në perspektivë institucionale është një kujtesë për rrezikun që sjell identifikimi i plotë i shtetit me temperamentin e një individi.